në të gjithë këtë qark tani më, cilët janë disa elemente që të krijojnë një neveri të madhe për mënyrën se si janë devijuar qëllimisht dhe çfarë mund të ndodhë pozitivisht. Unë kam qenë një nga aktivistët që kam kundërshtuar velierën në Durrës, kemi luftuar edhe me penë edhe me pushk, siç thon rilindasit, jo rilindistët që kemi në pushtet. Pena jonë ishte që shkuam gjykat administrative ku e fituam, dhe pushka ishte protesta në këtë rast. Një grush njerëzish përballë një Vangjush Dako, i cili është marrë personalisht me mua dhe në komision parlamentar, jam kërcënuar dhe nga bandat e Durrësit për projektin Veliera në 2017 dhe unë kam qenë kundër betonizimit të Durrësit tek torra veneciane, ku 2 pilotat e asaj vele të shëmtuar betoni e pa precedent në gjithë botën, u vunë në zonën arkeologjike. Gjykata ju tha mos i vendosni aty dhe vela dilte e palishme, vela betonit, por ky ishte koncepti rilindist për Durrësin, pra betonizimi në këtë rast. Ajo që kam menduar është, a na duhet në kjo velier aty që her pas here kthen në përmbytje vendin. Kam një përshtypje që nuk ka një njeri që kalon aty dhe nuk e kupton që ajo është një gërmadh budallaqe. Unë i kam bërë një pyetje Vangjush Dakos në komision parlamentar, ku e merr rrogën ti në Beograd apo në Athinë, që kërkon të shkatrosh arkeologjinë e qytetit Durrësit. Prandaj unë po ju them nga kjo studio të gjithë qytetarëve të Durrësak, që në rast se ne do të vim pushtet, unë personalisht do merrem me çështjen e velierës, me hapat ligjor dhe aty ne do ta prishim velierën dhe do të çojmë profesor Apollon Baçën, Neritan Cekën, Aleksandër Meksin dhe njerëz më të zëshëm të arkeologjisë shqiptare për të gërmuar në Durrës. Unë gjykoj se sa më shumë gërmojmë në Durrës, aq më shumë histori nxjerr. Pra nuk është torra veneciane historia e Durrësit. Unë kam parë aty që të goditen me matrapik artefaktet që janë gjetur. Në rast se ne kemi prioritet turizmin, ata nuk vinë për velen e betonit, por vinë për historinë e dy rrahut